Përshëndetje të dashur miq kanalit tim zyrtar në YouTube Pink për i natin e komshijes. Sa i natë e ka marrë këtë komshia, në? Jemi në këtë video të re, filmën që gjithmonë se mos kam punë tjetër që me bo për të për denoncoj ma burma për të shtykohen me shumë, unë të bo video, ju të pa video dhe mija shtimi qikohen se dy palet njerin të knaqër. Viti i ri po na vjen, jana erdi viti i ri, sa jam i gëzuar, por si unë dhe çdo fëmijë, pres për ta besuar. Stofti erdi drita skena, se kërministri për la mama rejna, stofti erdi drita skena se kërministri për la mama rejna. Dhe treqeriku i Shqipëri, dhe treqeriku në Shqipëri, vitin e ri du ta festojnë në qeli, sepse kanë kapur duke vjetur energji. Kjo është jeta pjago, shoku s'ke pare. Vjetë energji elektrike dhe hame i kalare. Tashi, kjo video është e kushtuar pak temës së energjisë elektrike. Le të themi lajme në një farë mënyrë. Se sot që të bësh lajmë, që të nxjerrësh lajme, duhet të bësh lajme. Dhe që të bësh lajme, duhet të bësh pjesëliqe. Dhe që të bësh pjesëliqe, duhet të futesh në burg. Dhe ta thuash atë lajm para se mos i del nga burgu. Por unë nuk jam i tillë. Unë jam ndryshe. Si gjithë politikanët. Si gjithë zotë jam politikan. E vetë një gjithë që zotë bëhem jetë është politikan. Pikërisht. Për këtë arsye doja të flisja pak për lajmet, si pas vitit. Atere, një ndër hallet le të themi që Rama ka zgjedhur në këtë vit qeverisje, dhe në këtë vit që por sa lan pas ishte halli i strehimit. I ka strehuar 35% shqiptarëve në burgje. Imagjino, po dalin nga burgu ato që janë dënuar për vrasje, për vjedhje, për mashtrime, dhe po futen në burg ato që kalojnë me semafor të kuq, ato që nuk respektojnë vizat e bardha, ato që kanë vjedhur energjinë elektrike, dhe ato që kanë ndihmuar në vjedhjen e energjisë elektrike. Duke i lënë burgjet me njerëz pa vegji. Nga njëri ka, kjo është diçka e mirë, le të themi deri diku, sepse dashje pa dashje Rama është duke dhënur atyre që janë në qeli, me të ngrënë, me të firë, me të rita ujë 24 orë dhe me të dru për të drejtuar shtyrën kurrizore. Edhe pse sipas Konvencijës së Drejtës së Njerëzit në realitetin policia nuk ka drejtor në asnjë lloj mënyre, në asnjë lloj rrethane, përveç se kur është për vetmbrojtje. Por themi kush e respekton konventën këtu? Asnjë. Për këtë arsye doja të çartësoja diçka. Unë jam një ndër ata që do të jem zëri i Shqipërisë dhe shqiptarëve në 2015 në këtë vit që është duke ardhur me shumë premisa, me shumë dhe të themi me shumë si mund ta shpjegoj, me shumë gjëra që neve presim nga 2015, por që ndoshta nuk do jenë të gjitha reale ose subreale ose të vërteta, sepse normalisht një gjë e vërtetë me një gjë të pavërtetë kallon nga diçka shumë e vogël. Politikanët janë munduar, janë mësuar të na mbajnë me rrena. Si tha, vagabundi nuk garoj kur. Ti rrisin, po edhe këto për shkreta, po e majnë nga mejna fa
ne na japin jetë e ne I bëjmë qena. Si rrisim pak pensionet e mos I majmë rena, me 50.000 muj qofshim ne që jena. Do të thënë, diçka reale është sepse ti që fija. Pretendon që shtresa më e ulët e njerëzve, të papunët, të pastreja dhe tjerë, të paguajnë drita dhe ujë. Në një kohë që përkraja sociale është 35.000 lekë në muaj, ose 3.500 lekë në muaj. Për ata që dunë materiale, për ata që dunë vjetra, normalisht nuk doja që dikush ta nënkupton të 35.000 lekë ose për 350.000 lekë si lekë të reja për nese. Në një moment që në janar të 2015 do ishte pasha 300 kW e konsumit. Do më thonë që do shkoj në një Paris stabil. Ama ka deklaruar në Facebook diçka që mu më boni përshtypje, nëse energjia elektrike do të rritet, unë do të dalim protest në ne. Do të dalim protest në ne? Qa kuptimi ka kjo? Nëse energjia rritet, kur ai ka një dorë çdo gjë. Duket sikur ai do të luaj me mendjen tonë, do të bëj macja dhe një me mendjen e Shqipërisë. Por nuk e di. Vetëm e gjë që di është që kam thyer tabut. Pikërisht ashtu, kam thyer tabut. Shqipëria me tabut e veta. Të leta, që gazeta. Unë I kam thyer. Unë jam një nga ata që kam thyer tabut. Normalisht do të kem edhe shumë video të reja në YouTube. Që jo gjitha të dalim për herë, por të dalim, që rëndësi. Sepse normalisht çdo gjë vjen me kalimin e kohës dhe viti 2015 mua do të më gjeve shumë risi në kanalin tim në YouTube, me shumë të reja, të papritura dhe shumë gjëra të bukura. Ndërkohë jam duke u marrë të aty thojë me vërtet, që jam duke u marrë me një projekt timin që titullohet Gëzuar 2015 nga Pink, me shumë personazhe, që do jetë thjesht një playlist me personazhe të tjera, të specifikuar sipas kategorive të ndryshme. Nga Pink, ciao, se miku ato kurdi. Ciao.